E filloj me emrin e Allahut të Madhreshëm. Zotit ja shprehim krejt falenderimet në fillim të çdo angazhimit ton. Përshëndetjet dhe selamet tona më të ngrohta të kësaj dite të bekuar xumaje janë për njeriu më të mirë që ka shkel këtë tokë, Muhamedit alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët dhe muslimanet. Në fillim të nderuam, po du me thonë që shumë akuza ndaj fetarëve ma shumë janë kurtha psikologjike që me të lanë ty gjithmonë në bank të akuzuarve. Më kujtohet, kur kam shku në studime, e lexojshim një libër, është një libër në një autori Shauqi Ebu Khalil, vitet 1970 ka dalë libri. Aty thot, titulli i librit është Islami në kafazin ose në bankën e të akuzuarve. Do me thonë është si me thonë, taktik psikologjike që ty me të lanë gjithë të mbrojt. Që ti kur mos me mujt me spjegu agjedën tone, mos me spjegu pikpamjet e tua për të ardhmen, si me thonë, gjithë ato që ti e mendon si agjedën tonën, po ti ngjesin disa akuza edhe detyrojnë ty tash ti me funksionu me reakcion. Jo me aksion, me reakcion. E kuptoni aksion edhe reakcion? Aksion është kur qohësht e bëjsh një punë për i planit tanë, ti e ke bo plan me bo qatë punë. Reakcion është kur dikush të provokon e ti qohësht mja këthy, është reakcion. Po du m'ju referu një ajeti kuranor. Allahu i Madhreshëm në Kuran na tregon një problem të idhujtarve, një farakuze të idhujtarve, që ja kanë drejtu Muhamedit alayhis salam. Po i tham akuz në thojza se si shdosh me kon akuz, po ata e kanë pas si akuz, ata e kanë ngrit si akuz, si fajsi, e i Madhi Zot e ka trajtu në Kur'an, që është puna e këtij pejgamberit, çka puna e këtij profetit, pejgamberit, ky po hanke buk edhe po eckën e për tregje. Ç'është puna e këtij profeti, i cili han buk edhe shëtitet ose del në për tregje, ose del një jetë, ma mirë me thonë jo veç në tregje, del është njëri, se me thonë, aktual në jetën ku a jeton. Imagjinoni, që kjo është një akuz në drejtim të Muhamedit alayhis salam, do me thonë idhujtarve, s'pju pilqen pejgamberi, nuk pju pilqen, kanë një vrejtje për Muhamedit alayhis salam, kanë një vrejtje në formë akuze, formë fajsie, cila është vrejtja, nuk jetu na pilqy zotni, se po hangshe bukti. Edhe dyta, ti po dilshen në trege, po dilshen pune, po dilshen e për jetë, po shëtitëshen e për jetë, edhe kjo s'po na pilqen neve, thjesht ti du të me ndryshu këton, sepse kjo nuk na shkon neve për shtati. Ndërkohë, ngrënja ushqimit, edhe daljan e për tregje, angazhimi me jetën, janë vlera të mëdha njerëzore, nuk bin desh absolutisht me profetsin, madje janë vlera që përfaqësojnë edhe një mos të madhe modestin, për kundrazi. Fakti që pejgamberi han, edhe del në tregje, është një formë ose një mënyrë ku ai e shpërfaq modestinë e tij, thjeshtësinë e tij, edhe aftësinë e tij me i kuptu hallet e njerëzve. Domethënë një njeri që del në treg, del një jetë, një profet që del një jetë, domethënë e kupton sakt hallin edhe shqetësimin e njerëzve, edhe nuk ju flet njerëzve veç prej xhamie, ose prej mimberit, ose prej bibliotekës, po thjesht është në teren edhe ishe hallet. Kjo ish dasht më pasi për parësi, po te idhujtarët e Mekës, kjo shihet si e met. A besoni ju që shumë akuzat që na u drejtohen neve sot janë qësoj natyre, janë fiks qësoj natyre. Domethënë, ai të akuzon ty për diçka që nuk ish dasht me kon akuzë. Po jo bre po fale shumë. Po jo bre gruaja jote me mbules. Më fal. Mbulimi është problem, apo lakuritësia o problem? A problem mu vesh, a problem mu zhvesh? Mu vesh po menon që është problem mu vesh? Alia Izetbegoj që përshkruan këtë varsitate koxha mirë, ndonë se me një fjallar pak mat ashper.
Ai thot, njeriu i kthjellët në mesin e pianecëve është qesharak dhe ironik. Ata të pitit të dro keshin me ty. Në një shoqëri pianecësh, thot Alia vazhdon, të dehurit janë ata që përcaktojnë standardin e normalitetit, ose të normales. Dhe njeriu normal duket ose mbetet jo normal. Do më thonë, aty ku sundojnë pianicat, aty ku dominojnë njerëz të dehun, ata i caktojnë rregullat e lojës, ata tregojnë çka është normale, edhe rrjedhimisht njeriu normal tani nuk duket normal sepse do të më thonë jo normal. Sepse jo normalja u bë standard. Normalja nuk është standard. Tash çka ndodh? Kur jo normalja bëhet standard, normalja kur vjen duket pa lidhje sepse jo normalja është standard. Kur jeton në mesin e njerëzve të çrregullt, e rregullta shihet si faj. Pastërtia për njeriu e papastërt është faj. Në historinë e Hazreti Lutit, Allahu e përshkruan një gjendje shumë të rëndë shoqënisë, kur njerëzit e pandërgjegjshëm, të pandershëm, i vendosin rregullat e lojës. Ata kallëzojnë çao normale, ata njerëz papastërtinë e kanë standard, amoralitetin e kanë standard, dhe kur të shkojsh ti i pastërt, dhe kur shkojsh ti i ndershëm, ty ja nisi njerëz me të këshyrë si tepric ose si pengesë. Çka thot Allahu? Thot, përgjigjja e popullit të tij është fjala të tij, popullit të Lutit. Përgjigjja e popullit Lutit ishte si vjen. Nxirrni ata pej venit, pej atij regionit. Kush janë ata? Luti edhe ata që i kishin besuar atij. Nxirrni ata pej regionit, pej atij fshatit, pej qytetit ku kanë jetu, sepse ata janë njerëz që pastrohen. Ata janë njerëz të pastër. Imagjino, do të me të nxirr ty pej venit, me të internu, me të largu pej venit, pse? Sepse ti je njëri që i pastërt. I pastërt në kuptimin jo veç fizik, në kuptimin edhe të vlerave të moralit e ngjajshëm. Sociologët mendojnë që ka tre grupet njerëzve në shoqëni, përkitazi me temën që po flasim. Ka tre lloj njerëzish në çdo shoqëni. Kategoria e parë e njerëzve janë, i thojnë njerëzit grupi proaktivë, njerëzit proaktiv. Ata që i prodhojnë temat, ata që i prodhojnë ngjarjet, ata që janë protagonistë në ngjarjeve, ata i bojnë ngjarjet, ata i krijojnë temat, ata i bojnë debatet, ata i shpikojnë edhe çto akuzat, domthon kur ju duhen. Kategoria e dytë janë njerëzit të cilët quhen aktiv, që në farforme janë në bashkëpunim me proaktivet. Proaktivet e prodhojnë temen, e prodhojnë ngjarjet, janë protagonistë të ngjarjeve. Aktivistët ose grupi aktivve janë njerëzit që i zhvillojnë temat, i përhapin, i folin gjithanej. Edhe grupi tretë janë reaktiv. Grupi reaktiv, do më thonë është grupi i cili krejt kauzën e konë në reagim, e konë në reakcion, që ato që e folim edhe ma heret. Është e rrezikshme nëse grupi i fetarët e një shoqënie, janë në rundin e tretë, ose në kategorinë e tretë. Shumë e rrezikshme për fetarinë e tyne dhe për vetë fenë. Kur fetarët nuk kanë agjendë tyne, nuk kanë strategji tyne, por rrinë kush po fol me ju vënu mas, ose me repliku, ose me reagu, i bjen që ti je gjithmonë në stadin e reagimit. Nuk mundi prodhon ti ngjarjet, as nuk mundi kanalizon, do më thonë, bisedat, thjesht ti pret kush po fol me reagu ose me ja kthy. Faktikisht, nuk ka problem me reagu ndonjëherë, veç me ndërtu krejt jetën mbi bazën e reaksionit, kallëzon si ti ki krizë të fortë. Pse? Se ti s'ki agjend, s'ki as vizion, as s'ki strategji. Ti je të nejtë, kush të alshën i fjali gjuhësh. Dhe kjo i bjen që je kategoria ma e ullë të shoqënisë, sepse thamë, tre kategori ka shoqënia. Proaktiv, aktiv edhe reaktiv.
Proaktiv janë ata që i prodhojnë ngjarjet, aktiv janë ata që i shpërndojnë, reaktiv janë ata që i reagojnë të fundit. Domethënë, dhosh Zoti që faktikisht na muslimanët mos me kanë kështu. Na nuk do të me prit dikush me shoh Muhamedin për mu bona Muhamedan, se kjo është reaksion dhe reaksioni nuk ndërton kauzë. Ulemoja islam e kanë pasur si logjik tyre që jo çdo akuzë më u kundërpërgjigj. Jo çdo dyshimi më i dhon përgjigje, për aq kohë që ndonjëherë nuk është dyshim, është më tepër ato që tham kurth psikologjike. Veçanërisht janë mbështet një varg kuranor që Allahu i Madhnueshëm në një farforme na orienton çysh me i trajtu këto akuzat në stil të stilit psikologjik. Nëse ruheni dhe nëse bëni durim, s'kan për t'ju bërë dëm në asnjë mënyrë, domethënë dredhit ose intrigat e tyre. Nëse ruheni, domethënë nëse i injoroni. Faktikisht, Kurani, për me përmbyll, vjen me dy forma trajtimit, kur dikush t'akuzon ty për diçka që është pa lidhje, është fare kot. Cilat janë dy format? E para është injorimi. Injorimi është mos mu marr me to. Ai bën tem, ai ka qef me hitin debat, ai ti bën 100 akuza, ti s'do mu marr me to, edhe djeg. S'do mu përbalt në baltën e ti, sepse ajo është që ti je këtu. Edhe tash ajo ka të provokon me tërhiqe këty te balta. Ti nuk po do me shku te balta, ti po do me majt nivelin, sepse je tu llogarit që akuza ti është totalisht kot. Domethënë e para është injorimi dhe e dyta është durimi. Çka do të thonë durimi? Durimi do të thonë është kur ti e këshyr punën tënde, e këshyr agjendën tënde, e këshyr strategjinë tënde dhe e këshyr vizionin tënd. Thjesht ti nuk do të më ndërtu vizionin se për inatit dikujt. Ti madje as musliman s'do të më kon për inatit dikujt. Ti as shqiptar s'do të më kon për inatit shkavt. A kupton? S'do të më kon shqiptar për inatit taskujt. Do të më kon shqiptar vetëm nëse ti e ndjen veten shqiptar, do të më kon musliman nëse ti e ndjen edhe beson që do të me konë musliman, po nuk do të me ndërtu fen mbi bazë reaksioni. Hajde të bëhen fetar se qëra ata po na provokojnë. Hajde të bëhen ma shqiptar se qëra ata po na thojnë neve, tash se dia keni vrejt, në fundit. Kur kanë fillu këta me na akuzu neve që ju musliman si një shqiptari, ju se dëni flamurin e shtrut një pytje, a është akuzë që ndrushme që kjo? A qëndron që kjo akuzë? Kur dikush thot ti si e shqiptar? A qëndron që kjo? A është kurth psikologjike? A qëndron për një me? Shqiptarët musliman, a nuk janë shqiptar? A nuk ka kontribu për Shqipërinë, për ndërtimin e Shqipërisë, për bashkimin, për luftat krejt? Shtrot një pyetje, pse do të me kriju reaksion? Po tash, kur na kanë thonë ata neve që ju nuk keni mjaftueshëm shqiptar, se ju nuk e dëni flamurin, ti na çu na t'ja u kena kuq krejt tani na. Sepse që kjo logjika e reaksionit, kur dikush të provokon ty dhe ti reagon. Faleminderit shumë, Allahu ju shpëlbeft. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.